Nuk është Tali Ulena në pyetje. Unë jam ministri i punëve të brendshme, po më Po, edhe deputet. Do të më njoftu pak më herë zërreja. O shtrejtim që ndodh në bursat ndërkombëtare. Prej dielës me në qershor hyn fuqi vendimi për me dalë biznes të mëdha në treg të hapur, është paralajmëruar edhe shtrejtimi të gjitha produkteve. Shëshini sto si deputete edhe a keni ndërmarrë diçka në momentin që konstituohet legjislatura e 9. Deputete, janë 1300 bizneset mëdha që kanë me dalë në treg të hapur. Deputet, po dalin biznes të mëdha prej një qershorit në treg të lirë edhe ka paralajmërime që kanë me ushtrejtu të gjitha produktet. Shëshin ju si deputet, si legjislatura e reja keni me ndërmarrë diçka? Unë mund me folë që kurant tash ti presim mënyrën e votimit. Po veç komendiku në jetën e qytetarëve. Nuk është Tali Ulena në pyetje, po është mënyra e votimit. Po na po flasim për vendimin që kanë me dalë bizneset e mëdha edhe kanë me ushtrejtu të gjitha produktet. 1300 bizneset të mëdha kanë me dalë në treg të lirë prej të dielës edhe prej të shtrejtimit të gjitha produkteve për qytetarët. A keni me ndërmarrë diçka? A jeni për tranzicionin që kanë kërku bizneset? Unë jam ministri i punëve të brendshme, po më Po, edhe deputet. Jo dini që ligji është tashmë që 8 vjet me prit për me dalë në treg të lirë. Kjo nuk na vjen mirë, po ju duhet me kuptu një sem të thjeshtë. Ne prodhojmë jo mjaftueshëm energji elektrike për me mujt me ofru konsumatorëve një energji më të lirë. Deri tash e kemi subvencionu sikur konsumatorin në shtëpi, njëjtë kemi subvencionu edhe bizneset. Po ka momenti ku na po duhet me ble për shembull 500 euro megavatin edhe më jashit bizneseve me 30 euro. Tash jemi mes dilemës a ta ruajmë konsumatorin me një çmim më të lirë, që janë qytetarët të Republikës, edhe me dolë biznesin në tregun e hapur. Sa për informatën juve, veç Kosova ende biznesin s'kan dolë në treg hapur. Tash nëse vazhdojmë me këtë mënyrë, edhe na importojmë me çmime të shtrejta, tash duhet m'ia faturu ato qytetarëve të thjeshtë, që e përbajnë mbi 95% të konsumatorëve në këtë Republikë. Bizneset na duhet me i subvencionu, duhet me i ndihmu me mosa të ndryshme, siç e ka thonë qeveria, po bizneset njëkohësisht duhet me harru që i kanë mbi 1 miliard euro fitim në vit. Me fjalë të tjera, bizneset janë të fitu, po kam ju kushtu pak më shumë, po ne kemi më ndihmu, po na prioritet duhet me pos konsumatorin të shtëpia, që familjarët, qytetarët e thjeshtë, që punojnë me një pak të thjeshtë, ata me pos rrymën më lirë. Janë njëjtë, sikur mi bli 2 shishe me energji, njënën e prodhojmë, njënën duhet me importu. Këtë jetën që importu për mja letu qytetarëve, duhet me dolë në treg të hapur. Për dallim, unë menoj që dosh me njoftu pak më herë zërreja, unë menoj që dosh me bollë një blok tarif shtesë zërreja, unë jam i kënaqur këtë me veprimet e tyne, po megjithatë me qenë korrekt me qytetarët, na kjo si politikë është tu bo, që me pas qytetarët më të lirë, e kjo për me dolë bizneset është në këtë vendet të ndryshme, edhe është një ligj që prapë përsëris që tash 8 vite pritet më implementuar. Pritet shtrejtim i produkteve për qytetarët, cili është qëndrimi juaj edhe si legjislatura e 9 në momentin që konstituoheni, a keni me ndërmarrë diçka? Normalisht ne jemi përfaqësues qytetarëve, do t'i mbrojmë interesat e qytetarëve. Mundësia e shtrejtimit të rrymës do të gjenden modalitete qeveritare për përkrajën e qytetarëve. Modalitetet ekonomike të përkrajës janë subvencionet, janë përkraja e grupeve që janë në gjendje ekonomike më të ulët. Normalisht shtrejtimi i rrymës nuk po vjen nga Kosova, po shtrejtim që ndodh në bursat ndërkombëtare dhe ky shtrejtim, kjo shtesë e çmimit të rrymës duhet paguhet nga dikush. Tash, këto para që duhet i paguaj shteti dhe që do të shkojnë në mënyrë uniforme, a do të ishte më mirë që ky 50 milion, po e supozojmë që duhet të paguhen këtë çmim shtesë, të shkon në favor të grupeve më të rrezikume, apo ta paguajmë rrymën shtesën e shtrejtimit për gjithë qytetarët njësoj. Ne dimë që qytetarët nuk janë njësoj të prekur nga shtrejtimi i rrymës. Ka qytetarë që kanë gjendjen pak më të mirë, ka kompani që kanë gjendjen pak më mirë edhe ekonomikisht edhe veprimit. Prandaj mendoj që qeveria është duke bë hapat, është duke studiu këto dhe një prej atyre është edhe dialogu të cilën e kanë filluar me kompanitë prodhuese dhe ka me pas subvencione për kompanitë prodhuese, se tek e fundit shtrejtimi i rrymës mund t'i prek mua ata të cilët edhe bojnë prodhim.